Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Vazhdojna me dersën në al-aqida al-wasitiyya që është shkruar nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah me shpjegimin e Sheikh dhe mufti Salih al-Fawzan hafidhahullah. Dhe kena arri të fjala e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kur that që besimi në Allahun është besimi në Allahun dhe melaqet e tij, librat e tij, dërgumt e tij dhe ringjalljen mas vdekjes dhe besimin në al-qadr, parasaktimin, qofse për mirë ose qofse për keq. Thet Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah që kjo është bindja e ahli sunnah wal jamaa. Dhe fjala al-iman don mira nga ana e gjuhës vërtetim dhe besim. Thet Allahu te baraka taala kur e tregon çka kanë thonë vllaznit e Jusuf, që i thonë babës vet, wa ma anta bimu'minin lana. Dhe ti nuk je vërtetues ose pranues ose nuk na beson neve. Dhe definicioni i imanit nga shariati është fjala me gjuhë dhe besimi me zemër dhe veprimi me gjymtyra. E fjala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah thet Sheikh Salih al-Fawzan për fjalën e tij huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadr khairihi wa sharrihi. Thet Sheikh Salih al-Fawzan, Allah e rujt, këto janë shtyllat e imanit të gjashta, që imani askujt, besimi askujt nuk është i pranuar përderisa i beson krejt që në shtyllave, në një mënyrë të sakt, në një mënyrë që ka tregu e libra dhe suneti. E para e tynev, për këtynev shtyllave, është al-imanu billah, besimin Allahun të baraka wa ta'ala. Dhe kjo dhe me rathet Sheikh Salih është bindja e prerë që Allahu është Zoti i gjallësisë dhe zotëruesi i tij, i tynev. Dhe që Allahu te baraka wa taala është i përshkruar me cilësitë e përsosura, edhe i distancuar prej çdo tmete dhe çdo mangësi. Dhe që ai te baraka wa taala është i vetmi që meriton adhurimin pa shok. Dhe zbatimi i këtynev me ditori dhe me vepër. Këto e shohim që Sheikh Salih al-Fawzan hafidhallahu përmend tre lloje të tauhidit. Tauhid al-rububiyya, tauhid al-uluhiyya dhe tauhid al-asma wa sifat. Njësimin Allahun te baraka wa taala në zotrimin e tij. Që do më besu Allahu te baraka wa taala që ai është krijuesi, furnizuesi, rregulluesi i krejt ekzistencës. Dhe tauhid al-uluhiyya që Allah është i vetmi që meriton adhurimin, dhe tauhid al-asma wa sifat, emrat dhe cilësitë e tij, me njësu Allahun te baraka wa taala në emrat dhe në cilësitë e tij. Shtylla e dytë, al-imanu bil malaika, besimi në melaqet, që do mira mi besu dhe mi vërtetu ekzistencën e tyre. Dhe që këto melaqet janë përshkruar në atë mënyrë që Allahu te baraka wa taala na ka përmend në Kur'an. Thet Allahu te baraka wa taala ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Rob të nderuar nuk e paraprin atë me fjalë dhe me urdhrat e tij veprojnë. Dhe libra dhe suneti na ka treguar për llojte melaqeve,
edhe cilësitë e tyre. Dhe që këto me la që janë ngarkuar me vepra që këto i kryjnë në atë mënyrë që Allah te baraka ve taala i ka urdhëruar. Pra jena obliguar mi besu krejt këtyre seneve që janë përmendur. Dhe e treta, besimin në libra. Që do me ra mi besu që mi besu krejt librave që Allah te baraka ve taala ja ka shpall pejgamberëve të tij. E që këto libra janë fjalë e Allahut dhe janë hak, të vërteta, dhe dritë, dhe udhëzim. Pra jena të obliguar të qehu mi besu krejt librave që janë përmendur në Koran, si për shembull e Taura, dhe el Injil, dhe Zabur, dhe Koranin. Krejt të libra jena të obliguar mi besu, por edhe mi besu ato libra që nuk janë përmendur. E këto është mirë me përmend një sen që sot krishterët shpesh e përdorin një hile shumë të dopt, po shumë e keqe, është që kur munohen me diskutu me muslimant ose mi thirrë në rrugën e tyre, munohen mi nxon keq. Edhe i thojnë, jo musliman jeni të obliguar mi besu Biblës, sepse Korani juar e pohon Biblën. E kjo nuk është e saktë. Kjo nuk është e saktë. Sepse na musliman jena të obliguar mi besu ato libra, ato shpallje që Allah ja ka shpall pejgamberëve të tij. Dhe me ra, na e besojna Tauratit. E Taura është ajo shpallje që Allah te baraka ve taala ka shpall Musajs. E kjo sot nuk ekziston, sepse qifotet e kanë humbur. E kanë humbur këtë shpallje. Dhe më ra që dhjata e vjetër nuk është el Injil. Dhe as nuk është e Taura, dhe as nuk i besojna dhjatës e re, sepse kja nuk është Injil. Na i besojna asaj shpallje që Allah e ka shpall Isajs alayhi salatu wassalam. Edhe aja nuk ekziston sot. Pra do të me dallu mes shpalljet Taura dhe Injil dhe mes Biblës. Na nuk i besojna Biblës. E pi shtylla e katër është besimin e ata pejgamberë që Allahu te baraka ve taala ja ka dërgu krijesës së tij. Që do me radhë thot Sheikh Salih hafidhahullah, mi besu krejt dhe dërgum, dhe që krejt janë të besueshëm, edhe e kanë thonë të vërtetën, edhe që krejta e kanë transmetu atë mesazhe që Allahu ja ka shpall. E na musliman nuk bana kur far dallimi mes tyre, por i besojna krejtve, për atyre që Allahu te baraka ve taala i ka përmend në Koran, dhe për atyre që nuk i ka përmend. Na nuk bajna dallim mes tyre. Thot Allahu te baraka ve taala: "Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl, wa rusulan lam naqsushum alayk." Pejgamberët që na të kena treguar më herët, dhe pejgamber nuk të kena treguar për ta. Këto është edhe mirë me sqaru që na i besojna krejt pejgamberëve, nuk bajnë atë që bajnë qifotet edhe krishterët. Qifotet i besojnë Musajs alayhi salatu wassalam, po thojnë për Isën, kjo është biri lavirës, edhe nuk është pejgamber, nuk është dërgum. As nuk bën atë që bajnë krishterët kur thonë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është pejgamber. Pra na i besojna krejtve, pej parit dhe i të fundit. E nuk bajna dallim mes tyre. Dhe më radh dallimi këto që nuk e thojna filani pej pejgamberëve i besojna, e tjetrit nuk i besojmë. Na i besojna krejtve. Krejt pejgamberëve, pej parit dhe i të fundit. Tajtat Sheikhu rahimahullah, maj mirë pej tyre, pej krejt pejgamberëve janë ulul azm. E këta ulul azm janë Nuh,
Ibrahim, Musa, Isa, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta janë ulul azm, këta janë më të mirë për krejt pejgamberëve. E më i miri prej tyre është Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, vulja e pejgamberëve. Dhe pastaj thot Sheikh Saleh hafidhahullah, edhe sani më i sakt ose fjala më e sakt që u thon për dallimin mes rasul, dërgum, dhe nebi, pejgamber, është që nebi, pejgamber është ai që ju ka shpall një ligj dhe nuk është obliguar me transmetu atë te populli i tij. E rasul është ai që ju ka shpall një ligj e është obliguar me transmetu atë te populli i vet. Kjo fjalë ose kjo dallim dhe kjo definicion mes rasul dhe nebi ka pak e rezervim to, edhe është e diskutueshme. Dhe Allah din mas miri, po më sakta është aja që ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala në librin e tij Kitabun Nubuwat, kur thotë që an-nabi, pejgamber është ai që ka shpall një ligj dhe ardhte një popull që e pranojnë, edhe ja ka implementu ligjin e Allahut mes tyre, e ka zbatu ligjin e Allahut mes tyre. Dhe rasul, dërguam është ai që ardhte një popull me një ligj, ardhte një popull që janë përgënjeshtrues, që nuk e pranojnë, janë qafira edhe i ka thirrë në islam. Që kjo është definicioni që ka dhënë Ibn Taymija rahimahullah në dallimin mes rasul dhe nebi. Dhe Allah tebaraka ve teala din më së miri. Sepse Allah tebaraka ve teala i ka obligu dietarët me transmetu islamin, e me thirrën në hakun, edhe gjithashtu pasues e pejgamberëve, e ku më shpall një pejgamberit në ligj e nuk është obliguar për me transmetu. Thëtë Allahu tebaraka ve teala, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi. Dhe kjo është udhër. Dhe thëtë Allahu, qul hadhi sabili ad'u ila Allah, ana wa man ittaba'ani. Thuaj, kjo është rruga jam, thirrën e ta, unë dhe ata që më pasojnë mu. Nëse është gjenda kështu për ata që nuk janë pejgamber, janë të obliguar, është më e rëndësishme për një dërguam. Dhe Allah tebaraka ve teala e din më së miri. Shtylla e pestë, el-imanu bil ba'th, besimi në ringjalljen. Besimi në ringjalljen. Tha Sheikh Saleh hafidhahullah, është besimi në nxjerrjen e vdekme nga varret e tyre të gjallër, ditën e gjykimit për më gjykuar mes tyre, dhe për më shpërbly çdo kush për veprat e tyre në atë mënyrë që Allah tebaraka ve teala i ka përmendur në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Dhe shtylla e gjashtë dhe fundit është el-imanu bil qadr khairihi wa sharri. Besimin në paracaktimin, qofse për mirë ose për keq. Thot Sheikh Saleh, Allah e rujt, kjo është besimin në Allah, që Allah tebaraka ve teala i ka ditë çdo sen dhe mosat e tyre dhe kohën e tyre para se me ekzistu, para se me shti në ekzistencë. Pastaj, krejt të sen Allah tebaraka ve teala i ka shkruar në al-Lawh al-Mahfudh, në pllakën e ruajtur. Pastaj Allah tebaraka ve teala ka pas dëshirë, ka dëshiruar për këtë me ekzistu. Dhe pastaj Allahu tebaraka ve teala i ka kriju dhe i ka shtinë në ekzistencë në atë mënyrë që ka dëshiru. Pra çdo sen që ka ndodhur prej të mirit ose keqes, krejt vjen nga dituria e tij tebaraka ve teala dhe caktimi i tij dhe mëshira e tij. Dhe çdo sen që çfarë do sen që ndodh, ose çfarë do sen që don Allahu ndodh, dhe çfarë do sen që Allah nuk don, nuk ndodh. Pra këto janë përmend
katër shkallët e besimin në el-qadr, në paracaktimin. Dituria, që do mëro që Allah të barëku ta'ala i ka ditë çdo sen gjithmonë. Dhe shkrimi që Allah i ka shkru këtë sene në el-Lawh el-Mahfudh. Dhe treta është dëshira e Allah të barëku ta'ala për këtë me ndollë. Dhe e katërta krijimi i tij ndaj tyneve, domre i ka shtinë në ekzistencë. Subhanahu wa ta'ala. Thajta Sheikh Saleh El-Fauzan, dhe kjo është një spjegim i shtyllave të imanit, të besimit në mënyrë përgjithshëm. Dhe pastaj do të vjen një spjegim hollëthisht. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala: "Wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل." Dhe prej besimin në Allahun është mi besu atë që Allah ka cilësuar vetveten me të në librin e tij, dhe atë që ka cilësuar ta pejgamberi i tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa shtrëmbim dhe pa mohim, dhe pa formizim dhe pa përngjasim. Thot Sheikh Saleh El-Fauzan hafidhahullah, masi që ka përmend autori, Allah e mëshiroft, shtyllat që jena të obliguar mi besu në mënyrë përgjithshëm, ja filloj mi përmeni në mënyrë detaljuar. Dhe ja nisi me bazën e parë. E kjo është baza e çdo bazave. Krejt besimet e krejt bazat kthehen te çka. E kjo ajo është baza e parë, shtylla e parë është besimi në Allahun te baraka ve taala. Dhe shekhu i përmeni që në besimin në Allahun te baraka ve taala është mi besu cilësitë e tij që ja ka përshkruar vetvetes në librin e tij. Edhe ato cilësi që pejgamberi i tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam ja ka përshkruar Zotit vet në sunna, në sunetin e tij. Ajo është në mënyrë që mi besu dhe mi pohu krejt cilësit që janë përmendur. Në atë mënyrë që janë përmendur në Koran dhe në sunna, me fjalët e tyre dhe donëmethënieve e tyre, pa bë tahrif, pa i shtrëmbu fjalët e tyre, dhe pa i mohu donëmethëniet e tyre, dhe pa përngjasim me cilësitë e Allahut dhe cilësitë e krijesës tij. Dhe baza jonë në të, në vërtetimin dhe pohimin e cilësive, është Korani dhe Suneti e kurrë gjë tjetër. Na nuk e kalona Koranin dhe hadithin, sepse këto janë tauqifia. Tauqifia të mëra kufizuar me Koranin dhe Sunetin. E këto është mirë me përmend një përfitim nga Sheikh Abdurrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah, kur thotë që prej cilësitë e grupit të shpëtuar në aqida është që ahlu sunna thojnë besojna në Allahun kështot e kështot për shkak që ka thonë Allahu kështot e kështot. Dhe besojna në Allahun kështot e kështot për shkak që pejgamberi i tij na ka thonë kështot e kështot. Domethënë na në krejt bindet tona e kena vetëm një bazë. Ajo është baza e shpalljes. Korani dhe Suneti, kur gjë tjetër. Nuk jena na sikur Jahmia dhe Mu'tazila dhe Ash'ira dhe Maturidija që shkojnë te grekët, te filozofët grek. E marrin baza fjalët e tyre dhe ideat e tyre për me shpjegu Koranin dhe Sunetin, sidomos akiden. Edhe nuk jena sikur ata që bazohum në kishe intelektin e tonë për me kuptu islamin. Ja, neve na mjafton Korani dhe Suneti. Dhe sa për fjalën min ghayri tahrif, pa shtrëmbim. Pa shtrëmbim. Tahrif do më ram ndryshim. Nga ana gjuhës do më ram ndryshim. Dhe tahrifi ka dy lloj. Tahrifi ka dy lloj. Shtrëmbrimi i fjalës, kjo është lloja e parë, që do me largu kuptimin e fjalës të sakt për një kuptim tjetër të kotë.
E kjo bëhet me do mënyra. E para, me shtimin e një fjalës, ose një shkronjes, ose bëhet me paksimin e tyneve, fjalës ose shkronjes, ose bëhet me ndryshimin e një zanorit. Si për shembull, kur thojnë njerëzit e devijuar për fjalën Allahu te baraka ve taala, Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa. Këta thojnë Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawla. Pra çka banë këto? Këto ja kanë shtu një shkronjë, sepse ta thojnë Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa. Ose Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawla. Çka banë këto? Ja kanë shtu një shkronjë. Prej istawa thojnë istawla. Çka është domethënia thojnë? Edhe sikur që thojnë për fjalën Allahu te baraka taala, wa jaa rabbuka. Dhe kur të vjen Zoti yt. Çka bojnë? Se çka thojnë këta? Thojnë dhe kur të vjen emri urdhra e Zotit tënd. Pra çka banë këto? Këto ja kanë shtuar një fjalë. Më herët ja kanë shtuar një shkronjë. Tash në këtë vend ja shtojnë një fjalë. Ose për fjalën Allahu te baraka taala, wa kallama Allahu Musa taklima. Dhe Allahu I foli Musajs me një fjalë të vërtet. Çka bojnë këta? Ahlul bid'a, sikur Ash'ira dhe të tjerët, thonë wa kallama Allaha Musa taklima. Domra lafdhul jalala, Allah, emri Allah te baraka taala e ka zanorin dhamma, që tregon që kjo është vepruesi. Kjo është ai që ka fol. Çka bojnë këta? Këtë dhamma ja hekun edhe ja qesin një fetha, që tregon që Musaja ka fol Allahut. Wa kallama Allaha Musa taklima. Domra Musaja I foli Allahut. Pse e bojnë këtë? Për me mohu që Allahu fol, për me mohu fjalën Allahu te baraka taala. Pra çfarë e bojnë këta këtë? Për me mohu fjalën Allahu te baraka ve taala. Edhe lloji I dytë I tahrif është shtrëmbimi I domethënies. E para ka shtrëmbimi I fjalës me shtesë ose mja hek një fjalë ose mja ndryshu zanorin. Po lloja dytë është tahriful ma'na, shtrëmbimi I domethënies. Edhe kjo është hekja e domethënies e saj të vërtet e me jep për një domethënie tjetër. Si për shembull, kur thojnë për cilësinë Allah te baraka taala mëshirë, për mëshirën, Ar-Rahma. Thojnë Ar-Rahma këto, mëshira këto është dëshirë për të dhënë begati. Çka bën këto? Këto e mohuan që Allah është I cilësuar me rahma, me mëshirë. Në qëtë mënyrë të shpjegu domethënien ose të ndryshu domethënien me domethënie që kjo është vetëm dëshirë për të dhënë begati, ose për zemrimin Allah te baraka taala, el-ghadab. Çka thonë? El-ghadab këtu e ka domethënien dëshirë për hakmarrje. E në këtë mënyrë këta I shtrëmbojnë domethënien. Dhe lloja e dytë është ta'til. Lloja e dytë është ta'til. Ose lloja e dytë është ta'til. E përmenu mas pari tahrif dhe tash ta'til. Ta'til nga ana gjuhës dhe mëra zbrazje, me çpraz diçka, me hek diçka. E këtu ka domethënien mohimi I cilësive nga Allahu te baraka ve taala, mohimi I cilësive nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe dallimi mes tahrif dhe ta'til, mes shtrëmbim dhe mohim është që tahrif, shtrëmbim, do më ra me spjegu tekstin me një domethënie të kotë, cili teksti nuk e përmban me asnjë farë mënyre. Dhe ta'til është mohimi I domethënies të vërtet që e përmban ky tekst. Dhe na nuk bajna ta'til sikur për shembull el-mufawwidha. Mufawwidha janë ata që e mohojnë domethënien. Na e dina domethënien
por nuk e dina formën dhe mënyrën e cilësive. E këta mufawwidha thojnë në as do me thoni nuk e dina. Pra, çdo muharrif, çdo shtrëmbus është mohues, po nuk është çdo mohues shtrëmbus. Dhe sani tretë që Ahlus Sunna nuk bojnë është takyif, formesim. E kjo takyif do mira përcaktimi mënyrës e cilësive. Pra, takyif, formëzimi i cilësive të Allahut te barekuhu te ala është me përcaktu një mënyrë dhe një formë tyne cilësive. Dhe kjo është e pamundshëm. Kjo është e pamundshëm. Sepse Allahu te barekuhu te ala ka marrë këtë dituri për vetveten, e nuk na ka treguar neve. Edhe s'kena kurfar mundësie për me arrit atë dituri. Sepse cilësitë varen nga qenia. Cilësitë varen nga qenia. Dhe qenia Allah te barekuhu te ala s'ka mundësi për insanin me arrit me ditë formën e tij dhe mënyrën e tij te barekuhu te ala. Gjithashtu cilësitë e tij s'kena mundësi me ditë formën e tyne. E për këtë ka thënë Imam Malik rahimahullahu taala kur u pyet për fjalën Allahu te barekuhu te ala Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. I gjithëmëshirshmi u ngrit mbi arshin. Kayfa istawa? Çish u ngrit? I ka thënë Imam Malik rahimahullahu taala al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a. Ngritja është e njohur, mënyra është e panjohur, dhe besimin ta është obligim, dhe pyetja për ta është risi, bid'a. Ta i thot shehu, dhe kështu të thohet për çdo cilësi. Dobra na, Ahlus Sunna wal Jamaa, e kena këtë bazë, e kena këtë princip në çdo cilësi të Allahut te barekuhu te ala. Pavarësisht që ta cilësi është. Ftyra e tij, syni i tij, dora e tij, ngritja e tij, zbritja e tij, krejt cilësitë e Allahut te barekuhu te ala i besojnë në këtë mënyrë. Cilësia është e njohur, mënyra është e panjohur, mi besu është obligim dhe mi pyet për çysh janë është bid'a, risi. Dhe pika e katër që Ahlus Sunna nuk bojnë është temthil, përngjasim. E temthil, përngjasimi është me thonë për shembull që cilësitë e Allahut janë sikur cilësitë e krijesës. Duke thonë dora e Allahut sikur dora jonë. Dëgjimi i Allahut sikur dëgjimi jonë. Shikimi i Allahut është sikur shikimi jonë. Thot Allahu te barekuhu te ala leysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Nuk ka asgjë si ai, edhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Pra nuk thohet se cilësitë e tij i përngjajnë cilësitë e krijesës. Dhe as nuk thohet qenia e Allahut është sikur qenia ose i përngjan qenitë e krijesave. Pra besimtari i pohon ato cilësi krejt në atë mënyrë që i takon Allahut te barekuhu te ala. Na e pohojna krejt cilësit në një mënyrë që i takon vetëm Allahut te barekuhu te ala. Dhe el mu'attil, formuese ose mohuese, i mohon aty, ose i mohon do prej tyne. Edhe këto mirë me shqaru që ta'til është dy lloj. Ta'til është dy lloj. Ta'til kulli dhe ta'til juz'i. Ta'til i përgjithshëm ose i plot, që do në mi mohu krejt cilësit dhe krejt emrat e Allahut. E këtë bën Jahmia. Jahmia janë mu'attila në mënyrën ta'til kulli. E lloja e dytë e ta'til al-juz'i i kufizuar e bojnë për shembull al-ash'ira, ash'arit dhe maturidit. I mohojnë do cilësi ose shumica cilësit dhe i pohojnë vetëm 7 për tyne.
Dhe thot shehu, pohojnë ato cilësinë në një mënyrë që nuk I takon Allahu te barekuhu teala, por I takon krijesës. E këto është mirë me përmend fjalën e Nuaim ibn Hammad rahimahullah. Dhe kush është Nu'man ibn Hammad? Mjafton për me ditë kush i ka pat si student. E ka pat Imam al-Bukhari dhe Muslim dhe Tirmidhi dhe Abu Daud e të tjerë. Thot Nuaim ibn Hammad rahimahullah, men shabbaha Allah bi khalqihi kafar. Kush e përngjason Allahun me krijesën e tij ka bë kufër. ومن نفى ما وصف الله ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر. Dhe kush e mohon atë që ka cilësu vetes ka bë kufër. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. Dhe nuk ka përngjasim në atë që Allah ka cilësu veten me të edhe as pejgamberi I tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë e nolëm për sot, edhe vazhdojna inshallah mas nesër ose maset e nesër biidhnillahi tabaraka wa taala. Dhe Allahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.